Është e vërtetë që ne kemi humbur pak. Faktikisht ne kemi humbur për 300 njerëz, 300 votues që në dallimin në vota ka qenë dikon 700-750. Jo ne pas edhe pse kemi bërë analiza, jemi mundu të bëjmë analiza, fajtor mund të jenë të ndryshëm, po ajo që ndoshta e vlim të theksuar është që Partia Demokratike ka humbur për shkak të nateve të mbrëmshme që shpërthyn momentet e fundit para zgjedhjeve, që për me dosh me shpjegu pak ma thjesht është disa prej kandidatëve të kryesisë atëhershme kanë pretenduar me qenë kryetar partie ose kandidat për kryetar komune. Dhe ne realisht me zgjedhjen realisht jeni nga brenda. Nga brenda sepse numri është shumë i vogël dhe numri i votave i Partisë Demokratike për kryetar komune ka qenë jashtëzakonisht i madh. Ferizaj dallohet domthonë në nivel të Kosovës, ka pas vota më shumë se pothuajse në karshi numrit banorëve, ka pas vota më shumë në Kosovë. Unë e kam përmend disa herë që në Ferizaj kryetari i komunës ka pas vota më tepër se sa Samir Shtoko për shembull në Skënderaj, ku është çerdhja e Partisë Demokratike. Ne kemi pas 22.000 vota. Edhe kjo domethënë që Ferizaj e ka vlerësuar drejt dhe shumë mirë punën e qeverisë tonë, Partisë Demokratike dhe kryetarit Agemaliu, po megjithatë në politikë këto gjëra po ndodhen. A është bo mirë, a është bo keq, unë kujtoj që tash më pas pothuajse si humbja si PDK, jeni riorganizu. Po normale, deja. Edhe ne na ka bo mirë, po besoj që edhe qytetarëve ju ka bo mirë ky ndryshim në atë kuptimin për me mot pak më real vlerësim, për me bë vlerësimin pak më real. Kush është i mirë dhe kush është të menu vërtet për këtë vend, kush e ka pas seriozisht dhe kush e ka vetëm për kamuflim. Ka dallime të mëdha, domthonë unë kujtoj që qytetarët për këto 2 vite gjysmë, 3 vite e kanë pa vlerën dhe jo vlerën. E kanë pa punën e atyre që vërtet e duan këtë vend, edhe atyre që e kanë pas kamuflim gjatë fushatës zgjedhore, se unë e kuptoj që situata ekonomike, politike, sociale ka qenë e rëndë. Dhe është e rëndë ende, edhe kategoria e disa politikanëve që mendojnë që vetëm me mashtrime mund t'ja dalin dhe mund t'i fitojnë zgjedhjet në situata të tilla, kjo ka dalë reale të jetë. Ky kryetar që tash, kryetari i komunës në Ferizaj, u paraqit që ka ardhur prej një vendi të jashtëm, prej Gjermanisë, me një emocion të shpërndar me zër në popullat që këtë do të bëjë ndryshime radikale, do të shtojë numrin e punëtorëve, do të hap vende të reja të pune, do të hap vende për zhvillim ekonomik, gjë që për një qytetar i cili e kupton politikën lokale që është bëhet është e pamundshme. Po megjithatë është e vrasht me thonë që janë mashtru, po megjithatë domethënë është e keq që kanë.